Albini po vepron jo veç kundër interesat, kundër interesat ti personal. Kundër vetës? Po, sepse interesi ti personal me dia pa vedije se unë nuk një njeri që ka qef me vepru kundër vetës. Po ndëni, shiko, asë njeri nuk ka qef me vepru kundër vetës, po njeri ju ndëniherë nga perceptimet e gabume vepron kundër vetës. Vetëm e vetë me arrita qëllimin e vetë. Po, jo vepron kundër vetës edhe, kur po thëmë kundër vetës, do më thëmë edhe kundër qëllimit që e ka për para. Po zgjedh rrugën e gabum për me arrita qëllim. Edhe, prandaj, kjo ti shkatron matematikat, ti shkatron matricën e analizës, sepse ti nisësh, premisa është që njerëzit veprojnë në bazë të interesave të veta. Edhe në këtë rast, shqiptarët, po, profesor, ku zoti Kurti keni arë përfundim që po vepron edhe kundër vetës, atëherë pro kujt po vepron? Unë për shembull në këtë rast, kujt po i bën favor? Në një situatë të tillë, çfarë është, unë për shembull Memri Kasniqi nuk po vepron kundër interesit vet. Domethënë, ose të partisë vet. Lumiri po ashtu. Ramushi po. Sepse interesi ti kish me qenë me bo koalicion me Albin Kurtin. Për mu bo president? Po, për me morë qëka do që mundet me morë. Ky Fatmiri po vepron, po dhëtë po, konform interesit vetë, se po ka që më po këto parlamentin atyrshme, mirë po Albini që ka situatën, që duhet me sakrifiku diqka, për me arrit qëllimin, për me rizjedh kryeministër, për me marrë edhe një mandat, a i po është duke vepru kundër interesit vetë, sepse në ndërkohë, sa po kalon koha, autoriteti i partisë ti po bjen, po ullet. Edhe, kështu që kur do që të bëhen zgjedhjet, a i dela dhe ma keq se sot që është. Vend që a i me shfrytzu rastin, me bo qeverin, me përmisu gabimet të skaluarës në mënyrë që me mujtë me rifitu elektoratën e humbur, a i po vazhdojnë me ngulm me hup edhe qëta që a i kanë betë. Kur po zgjedhjet e ardhshme, profesor, elektorati i zotit Kurti, ku mendon që ka me shku? Shkon të Kalet DK-ja. Kalet DK. Shkon Kalet DK-ja. Natyrshëm shkon Kalet DK-ja. Ta bojmë vitë shumë shkurt një analizë se kjo interesant. Vetëm të se mbeta parë në gjysë për drigu. Një veti e neve shqiptarve, që është vetije ma keqe që kemi, kësha doshë jetonim më ndëgju, është ajo që e përmend e Shembej Vlora në kujtimet e ti. E Shembej Vlora në kujtimet e ti thot, angazhova 15.000 vullnetar me mbrojt Vlorën pej ushtimit grek, në vitin e që do me kur shpallë. Edhe dhash urdhën më bo spitali ushtarak. Erdhen ata vullnetar, beja, e qmend, që përna vyjnë në spitali, kërkush të plagos. A lufta ishë në Prag, ata ishë ndalë për me luftuë, dhe më thonë, ata pritshin që dikush do të më plagos njëherë. Për me bo spitalin. Për me bo spitalin. Edhe problemi, na tash për shumë për dim që kemi problemin të mënyra zgjedhjes presidentit, e dim që kemi problemin të mënyra zgjedhjes e kryetarët parlamentit. Nesër, me naj akrobacian, qoftë edhe ndoshta me presion të miqve tonë, ose tjera të aliatëve tonë, e bojmë, e konstituojmë kuvendin, e bojmë edhe qeverinë. Tash, se një parë që ishtë dhëtë me mendu, është më kapë më mbledh lider politik, edhe me thonë, hajde të ndryshojmë kushtetutën, të bojmë që presidenti më zgjedhë me votë direkte, hajde të ndryshojmë mënyrën se si ka më zgjedhë në të ardhmen kryetari parlamentit, sepse kjo përën zgjedhë probleme, edhe që e regull që e bojmë, a i vlenë për këtë që të fiton zgjedhjet në të ardhmen, sepse... Po pajtona dhe më të plotësu, në momentin që bëhat zgjedhja direkt e presidentit, krye kuvendarit i hub më kuptimi dhe mbetet vesh një speaker. Sepse pozitën e kryetarit të kuvendit e bën shumë të rëndësishëm veç 6 muaj ushtrimit detyrës së presidentit. Po, pa e mundet me... Po, se tani gjithmonë kur nuk vënohet zgjedhja e presidentit, se dikush zgjedhjet prodhojnë gjithmonë
gjithmonë president. Po, aja varet shkojnë për shumë Macedonia kanë me 2 raunde. Po dhe të na ishtë do të me bo. Shiko, edhe është pse zgjedhë presidentin në mënyrë direkte, është interes kombëtar edhe sa përket integrimit të minoritetëve në shoqërinë kosovare. Sepse për shembull, ai që zgjedhë president atina i intereson çdo vot kur kandidon për president. Edhe ai duhet më shkuën mjedise bosnjake, serbe, turke, Roma, Ashkali, duhet më shkuën me avly votat. Edhe kur shkon me avly votat ai merr obligime, nashta do i rran një herë, 2 herë, po herën tjetër kure... Po paktën edhe e shet gjendjen nga afër. Po, edhe atëherë, edhe kjo ndikon që shoqënia jonë mu integru, sepse na kemi interes me integru minoritetet, nuk kemi interes me i përbuz ato, nuk kemi interes me i diskriminu ato, sepse na për shembull jemi mësuar, sëpë na i imponojnë të drejtat e vetë edhe pozicionin e vetë për shkak përkrahjes që kanë pe e ne duhet mi trajtu se s'kem qare, ama këta... Ama për shembull që sillemi na ndaj bosnjakëve. Romve, Ashkalive, turqve. Na kemi pas rastin në shkollën këtu me të barektori në sjellje ku mësojnë komuniteti turk. Beskej, kur dje ku e fushatës profesor mes tyne partive politike që i përfasojnë ato minoritetet, shojnë për mes aty ne bëjmë fushatën, kanë njerëzimi si dhe organizojnë për t'ja marrë votë kur vjen çështja. Po, këndryshë është t'i kime shkuën Mamush për shembull. Po, patjetër, ajo është efekti më i madh. Po veç, apet dikush ka me organizu që atë fushat, ka me jam mbledh që ata njerëz që atje për me marrë çato vota. Po tash problemi është që ata kalkulojnë, domethënë, nëse unë ti jemi paka shumë ja pjecojnë, paka shumë jo. Nëse unë ti jemi kandidat dhe shkojmë Mamush për shembull, aty kemi partitë turke, na përpiqemi lidh punë me ta që më afru elektoratet, por nashta ato partitë duhen me najtë onash të kalkulojnë të më pinimoj kje po zjedhë për tjetëre. Se jena krejt fundet. Me popullin është këtë më ndryshe, edhe kontakti më i afërt bën që me integru ma mirë në shoqërinë tonë, ky është interesi juni kombëtar. Po, veç ju se ajo që ka do është ta me bëvish një analizë shumë shkurt, ka që tha që edhe zoti Kurti po vepron kundër vetës në këtë rast. Tash, na në përditshmëri edhe në përditshmëri është praktik, jo e dim që ku na veprojmë kundër vetës tonë, këtë që ka e bojmë qefin është potencialisht armikut, tash po i bjen armikut tonë, që është armiku i Serbia është tash, apo i bjen që zoti Kurti me qitall që po vepron kundër vetës, po i qën ujnë mulli Serbis. Po, me vepru kundër vetës dhe me vepru kundër Kosovës, do më thonë, ujnë mulli Serbis qohët kur vepron kundër Kosovës. Se për shembull, që tash jetoni mundet me vepru kundër vetit, për shembull. Po veç jetoni nuk e kryeministër. Me fur vetën, ajo është veprim kundër vetit, po... Albi Kurti është kryeministër. Po nuk ka konsekuenca shoqënore. Nuk ka konsekuenca shoqënore. Po, Albi Kurti është kryeministër. Po flasim për kryeministër. Për një partit madhe të vendit. Deri në mosën sa veprimi tiju kundër Kosovës, qatë mosë ja bën qefin Serbis. Të gjithë ambasadorët që janë këtu në Kosovë, e thonë një gjë. Përfshi edhe komandantin e këforit. Shqyqyr zotit që Serbia është në telashe me problemet e vetë atje, përzimin e qeverisë. S'po merret me juve këtu, sepse në këtë situatë e kish frytzu për kesh Kosovës. Edhe kish bo për shesh. Do më në këtë situatë kish mujt me... Kish gjithë teren për me lujt. Kish gjithë teren shumë atë fortë. Po, edhe së shikat në fakat në tukë gjë shumë për mes agendve. Në vend që me shfrytzu situatën që Serbia është në telashat veta dhe hajde na me avancu agendën tonë ndërkombëtare, na me rregullu punën tonë në mënyrë me zgjedhë qeverinë, me ecë përpara, me shku, me lëbu, me këshyr, qysh me fitu njohjet tjera, me shfrytzu këtë situatën... Me pranu Këshillën e Evropës sa ma shpejt. Me pranu në Interpol. Me lëbu për OKB. E ka bëjnë kalkulime politike.